Zhvillimet kryesore të ditës së sotme, unë do të kem ish deputetin Petrit Vasilin në një lidhje të drejt për drejt. Zoti Vasilit, përshëndes. Përshëndetje juve. Ndërkohë, do të nisim sigurisht me lajmin jo të ditës, po të gjithë këtyre 13 ditëve që lidhen me protestën e qytetarëve në Shesh, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, të shtrirë në të gjithë Tiranën. Kulmin e këtyre protestave që kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Rama, ky fundit sot ka bërë një deklaratë skandaloze në portalin Politico me bazë në Bruksel. Nuk e di nëse e keni parë, zoti Vasili, për shefin e qeverisë. E kam parë. Investitorët e huaj janë më të rëndësishëm se populli im, u shpreh Rama. Mbasi është shumë i sinqert kryeministri këtu? Me si gjese ç'duhet? Kryeministri ky që kemi, që ka zënë derën atje e kryeministrit dhe nuk e lëshon, tha që të huajt janë të parët. Nuk kam dëgjuar në jetën time, prej kaq vitesh në politik, asnjë politikan, edhe ata që nuk e kanë besuar vërtet, nuk kanë guxuar të mos thonë që qytetarët vinë të parët. Sepse qytetarët votojnë. Por për këtë, afaret, bizneset, parat, ky është një njeri që menaxhon parat mëdha, miliardat mëdha, shtetërore, ekstra shtetërore, nga ato që kanë volumin dhe nevojën që të pastrohen. Pra ky është në mes parave. Dhe në mes të gjithë këtyre parave, ku pjesa dormuese e këtyre parave vjen erë, sigurisht i duhet që ti akomodoj këto para këtu, atje, dhe për këtë i duhen të huaj të pastër, të huaj të ndershëm, shumica jo të ndershëm, e tjera për të pasur mundësi që këto para të vjen e të pastrohen sikur se po rëndom, e sikur se kemi parë dhe ditët e fundit ngjarje të tjera për arrestime të tjera që lidhen pikërisht me këto histori. Dhe në natyrshëm që asnjëherë nuk ka pasur para qytetarë shqiptar, ju e dini që edhe problemin e tyre e ka parë të zgjidhur dhe shpopullimin e tmerrshëm të Shqipërisë, një nga gjërat më të rënda që e çbëjnë këtë vend, praktikisht një vend pa njerëz, pa shqiptarët, nuk është më Shqipëri, ku e gjendet zgjidhjen me Bangladesh, ose me Filipina, ose me nepalezë e tjera. Pra, ky është njeri që e urren Shqipërinë, ta themi qartë dhe pastër. Ky ka këmbë tek arritjes, sistemin e tij narkokriminal, i cili është bazuar pikërisht me këto miliarda dhe vënë në lëvizje të gjitha formave dhe bizneseve të cilat nuk kanë transparent, që nuk zbatojnë ligjet, por njëkohësisht bëhen fakti kryer, ku rrëmbehet prona, rrëmbehet detat e njerëzve, rrëmbehet gjithçka, thjesht dhe vetëm një drejtim bandites, ashtu sikur që një bandit mund drejtojë një shtet caktuar, njërisht në një moment caktuar për Shqipërinë dhe për gjithë popullin shqiptar. Vasili, si keni parë narrativin e kryeministrit Rama në nisje të protestave, ai njëherë nuk i përfilli, më pas kërkoi edhe një përfaqësi që të hynte në diskutime, më pas ishin deklaratat që edhe 500.000 dalin shesh. Unë nuk të rriqem, disa herë i quajti grek, më pas iranian, që sot edhe reagimin e Iranit, sa serioze janë këto deklarate për një kryeministër, se edhe të kërkoj bisedime ose të ulët nuk është dobësi, besoj. Problemi që ndron këtu është shumë i thjeshtë. Spari, Edi Rama ka bërë të pamundur që të vrasin mbi të gjitha nervin e protestës dhe të reagimit publik. Është koha tani për t'ia kujtuar këtij deklaratë e ndyrë që bërin në parlament, që populli është ngrihet, nuk i ngrihet e mani, më ka bërë deklaratë më të ndyra që mund të ketë bërë, më ndyra që një kryeministër i këtij vendi në 100 ca vjet mund ta ketë bërë. Dhe tani përballet sigurisht me një popull i cili del masivisht, me dignitet, me këmbgulje, me shumë nerv, edhe me shumë kreativitet. Dhe praktikisht përballë ka qenë një pasqyrë shumë e mirë, e shkëlqyer do ta thosha, pa e tepruar, e cili është portreti vërtet i këtij kryeministri. Ne jemi përpjekur të gjithë që ta dizenjojmë, ta krijojmë portretin sa më mirë të këtij, edhe të bëmave të tij, edhe të maskarallëqeve të tija, por protesta nxori hapta që kemi të bëjmë me një